Si arritet ta menaxhoje me vajzën, se fëmijët her pas here janë ndoshta jo në gjendje të kuptojnë 100% të asaj çka ndodh. Ju keni bërë një rrëfim ditën e parë dhe më pas gjithçka jam i sigurt që ka ndërtuar pas jush në atë kuptim, në botë kuptimin e saj që ka arritur të kishte. Falenderoj që më pyet dhe Armonia goca ime po më ndjek tani në ekrani dhe ajo e përshëndesim edhe ajo e di shumë mirë, ne të dyja e kemi kaluar bashkë këtë sëmundje. Ajo bashkë me mua, unë gjithmonë jam munduar me gocën t'ja sqaroj çfarë do lloj problematike që ne të dyja kemi në shtëpi. Sa mbaroja analizën, telefonata e parë ishte goca dhe I thosha: "Amo, mami doli shumë mirë. Kjo ka këtë rezultat dhe ne do vazhdojmë dhe këto seancat e tjera që mami të ta kaloj." Kështu që e bëm pak dhe si një lojë me njëra tjetrën që dhe arrinte kur vinte nga shkolla goca, ato ditët që isha e lodhur, më thoshte: "Mami, dita e 4 sot dhe një ditë dhe ja hodhe." Si e thërreti, Amo? Amo. Amo, ku jemi? Amo, je vajzë fantastike. Sa mirë ke bërë që I keni qëndruar mamit pranë. Kuptohet tani, kërkoj dhurata. Mirë.